Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet dhe për të komentuar në fakt mbi ngjarjet më të fundit. Do të komentoj tani për Brikenën edhe Mateon. Brikena dhe Mateo kanë qenë shumë të përfolur, sidomos nga intervista që në fakt Brikena bëri me Niko Komanin, ku Niko e provokoi Brikenën dhe Brikena siç duket rëshkiti në provokimin e Nikos. Unë e pash situatë provokimi që Niko me thënë munduaj që të nxjerrën një lajm nga ana e Brikenës, por nuk arriti dot që ta nxjerrën atë lajmin sepse Brikena u përgjigj krejtësisht ndryshe. Filluan akuzat që në fakt unë i kam komentuar, akuzat që në fakt unë i kam folur, që Brikena nuk është se është fajtore, apo Brikena nuk e do Mateon. Dhe pse duhet gjithmonë një femër, e cila jep një mendimin e saj, apo thot një përgjigje, duhet të gjykohet që nuk e dashuron, sepse dashuria nuk është një proces që lindë një ditë, dashuria është një rrugë e bukur, një rrugë e ndritshme që në fakt e merr dhe e jep një njeri që e don dhe të don, dhe në këtë rast unë shoh një dashuri të vërtetë. Për ta shuar të gjithë këtë hamencim dhe për ta kuptuar një herë e mirë që raporti tyre është shumë i bukur, ashtu siç në fakt edhe Casey e foli, ashtu siç në fakt edhe Casey e tregoi, ashtu siç në fakt edhe Casey e përshkruajti, Mateo dhe Brikena ditën e sotme kanë shpërndarë një fotografi. Për të gjitha ato që në fakt kishin hamencime që Mateo dhe Brikena nuk takohen, që Mateo dhe Brikena nuk kanë një moment me njëri tjetrin, nuk ndajnë kohë pranë njëri tjetrit, Mateo dhe Brikena hudhën një fotografi ku duken shumë të lumtur, duken shumë pozitiv, do me thënë ishin gjatë kohës duke pirë kafe, normalisht para se të bëhen gati për maratonën e natës së sonme. Kjo tregon që marrëdhënia e tyre është shumë e bukur dhe din të ruajnë raportin dhe janë shumë të lumtur bashkë. Do me thënë, asnjëherë nuk ka ndodhur një ndarje, asnjëherë nuk ka ndodhur një largim mes njëri tjetrit, do me thënë nuk kanë patur gjëra të këtilla, ato që në fakt komentoheshin dhe përfliteshin për këtë çift. Mateo duket shumë i lumtur dhe i buzëqeshur në fytyrë dhe njëkohësisht edhe Brikena. Tani duke njohur Brikenën që një herë për gjithmonë, do me thënë t'i vendojmë kapak kësaj gjës dhe të mos shpifet më për Brikenën dhe Mateon dhe të mos thuhet më për Brikenën dhe Mateon që nuk janë bashkë, që nuk e duan njëri tjetrin dhe të gjithën këtë e bëjmë për show. Brikena dhe Mateo janë bashkë, se po të mos ishin bashkë, Brikena nuk do ta kishte bërë këtë foto kaq të bukur. Unë mendoj që çifti dëshiron që të jetë sa më afër publikut me vërtetësi dhe sot me vërtetësinë e tyre ato bindën të gjithë publikun shqiptar që janë bashkë. Tani, të thuash që Mateo dhe Brikena nuk është bashkë, të thuash që Mateo dhe Brikena janë duke gënyer, të thuash që Mateo dhe Brikena janë duke e luajtur rolin e dashurisë për interesin e tyre, për interesin e Top Arenës, mua me thënë të drejtën më duket e palogjikshme dhe më duket e pavënd. Dhe në këtë rast unë shoh një Mateo dhe një Brikena që e duan shumë njëri tjetrin, por edhe që respektojnë jashtëzakonisht shumë rregullat e formatit në të cilin janë, do të thënë respektojnë rregullat e Top Arenës, respektojnë rolin e tyre. Normal tani ato në emision nuk do të rinë qaf për qafe me njëri tjetrin, se nuk janë në Big Brother. Ato janë në një emision që duhet të moderojnë, janë në një emision që duhet të dhurojnë spektaklin në formën e tyre dhe do me thënë duhet ta kenë vëmendjen tek puna, jo tek marrëdhënia. Marrëdhënia është jashta studios. Andaj për të gjitha ato të cilët dëshironin të shpikin dhe u munduan që ta godasin Brikenën, ta gjykojnë Brikenën sikurse Brikena është gënjeshtare, sikurse Brikena po e përdor këtë marrëdhënie, ja ku janë faktet të vërteta. Çifti është shumë i lumtur bashkë.